Në tavolinën e kryeministrit Rama nuk ka mbërritur ende zyrtarisht vendimi i Këshillit Bashkiak të Tiranës për shkarkimin e Erion Veliajt nga posti i kryebashkiakut. Megjithatë, kryesocialisti nuk humbet kohë dhe ka nisur fushatën për zgjedhjet e pritshme në kryeqytet. Rama thirri për takim të mërkurën në kryeministri 4 nënkryetarët e bashkive të Tiranës dhe Ogerta Manastirliun, deputete aktuale socialistëve, por kandidate e shpallur nga Rama si pasuese e mundshme e Veliajt në krye të bashkisë së kryeqytetit. Takimi informal ka zgjatur rreth 2 orë dhe në përfundim të tij nënkryetarët dhe Manastirliu kanë shmangur deklaratat publike. Burime për mediat pohojnë se kryeministri u ka kërkuar nënkryetarëve që të përgatiten për zgjedhjet e reja në kryeqytet, të angazhohen në takime me qytetarët dhe të mbështesin kandidaten Ogerta Manastirliu. Angazhimi në fushatën për ruajtjen e kryeqytetit në drejtimin e Partisë Socialiste nuk do t'i lihet si barr vetëm nënkryetarëve të bashkisë dhe Manastirliut. Rama ka thirrur në orët e pasdites të së mërkurës edhe deputetët socialistë dhe ministrat e kabinetit për të ndarë porositë në lidhje me fushatën për Tiranën. Data për zgjedhjet e pjesëme vendore nuk është shpallur ende nga presidenti Begaj, por ato mund të mos mbahen brenda këtij viti nëse Veliaj do të kundërshtojë në gjykatë kushtetuese vendimin e shkarkimit të tij nga ana e Këshillit Bashkiak të Kryeqytetit. Në një skenar të tillë, gjasat janë që zgjedhjet e reja në kryeqytet të shkojnë deri në shkurt të vitit të ardhshëm.